Brëmen e ndjeshme në spektakle më të famshëm në Shqipëri, Egli Tako u rikthye në studio pas largimit të saj për arsye shëndetësore. Ajo u prit me duar torkitje të fuqishme nga publiku dhe ju hap një televotim për të rikthyer në shtëpi. Me votat e shumta nga ndjekësit, Egli u rikthye mes banorëve. Pas hyrjes në shtëpi, Egli pati biseda të ndryshme me banorët, mes së cilëve një përballje me Rozana Radin. Rozana e pyeti për distancën që ajo kishte mbajtur ndaj saj dhe nëse kishte ndonjë arsye specifike. A kam gënjur? E pyeti Rozana duke referuar komenteve të saj mbi sjelljen e Eglit në raport me Gjesin. Egli pranoi se Rozana nuk e kishte thënë me qëllim të keq, por shtoi: "Ti ke qenë para që ke iniciuar këtë epitet për mua. Pse kam qenë posesive? Çfarë po bëja unë?" Rozana u përgjigj se këtë mendim nuk i kishte vetëm ajo, por edhe të tjerët në shtëpi, duke argumentuar se Egli shpesh i kishte qëndruar Gjesit nga pas edhe ishte përgjigjur për të. Pavarësisht përplasjes, Egli u tregua e vendosur në qëndrimin e saj, duke mohuar akuzat dhe duke mbrojtur sjelljen e saj brenda shtëpisë. Me kthimin e saj, pritet që dinamika ndaloi të marrë një tjetër rrjedh.